Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, besimtari duhet që të përgëzohet me këtë muaj madhështor, me këtë muaj të begatshëm, muaj i shumë bereqeteve, muaj i shumë mirësive, muaj i cili e sjell mirësinë e kësaj bote dhe mirësinë e ahiretit. Është një muaj që ngërthen nër vete vlera dhe madhështi të shumta, bereqete dhe begati që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për besimtarët. Sikur çdo besimtar të din hollësisht se çfarë mirësi dhe çfarë dhunti mshihen në këtë muaj të madh, do të fluturonin zemrat tona nga gëzimi që Allahu Azza wa Jall të ka privilegjuar, të ka dhënë shëndet, të ka dhënë ymër dhe të ka mundësuar që të amrish këtë muaj të madh, që Allahu Azza wa Jall të të ngrit në gradat larta dhe të të shpërblen me shpërblime të pakufishme dhe të të garanton në xhenetin e Allahut në gradat të larta të xhenetit. Po vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall kur e fillon ajetet e Ramazanit, thot ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allahu Azza wa Jall, o ju besimtar, ne ju kemi bërë juve detyrim, ju kemi bërë juve obligim muajin e Ramazanit, ashtu siç e kishmi bërë dhe popujve para jush, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm. Kur Allahu Azza wa Jall i lavdëron robrit e tij të përzgjedhur nga pejgamberët, i përshkruan Allahu Azza wa Jall, thot ishin ata burra të devotshëm, ata kishin devotshmëri, ata i kishin ndro Allahu dhe kështu i privilegjon Allahu Azza wa Jall. E po të na tregon neve në Kur'an që edhe ti o musliman, nëse e mbrin këtë muaj të Ramazanit dhe agjeron këtë muajin e Ramazanit, do të arish një grad që t'jesh i devotshëm që i ka privilegjuar Allahu Azza wa Jall në Kur'an pejgambert e tij. Pashtu pejgamberi Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam me ardhen e Ramazanit i përgëzonte sahabët, shokët e tij dhe ju thonte qad ja'atkum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Ju thonte Muhamedi alayhi salatu wassalam, ju erdhi juve muaj i Ramazanit, muaj i begatshëm, muaj i bereqetshëm, bereqete dhe begati të shumta që ngërthen në vete ki muaj janë aq të shumta sa që mjafton që pejgamberi alayhi salatu wassalam e quajtu mubarak, i begatshëm, begati dhe bereqeti i shumë fisht, i shumë anshëm. Pastaj tha, çfarë begati qenka dhe çfarë mirësi të mëdha, tha tuftahu abwabul jinan, tha hapën dyert e xhenetit. Te dyert e xhenetit, e dini se është edhe një derë e cila është dera Rayyan, që do të hinë në të agjeruesit dhe pasi që do të hinë agjeruesit, ajo derë do të mbyllet dhe nuk do të hinë tjertë, mirë po nga mëshira e madhe dhe begatia e madhe, në këtë muaj Allahu Azza wa Jall i hap 8 dyert e xhenetit, felem yuglak minhul bab, nuk mshelet asnjë derë. 8 dyert e xhenetit janë prezent të hapura në muajin e Ramazanit. A e dini pse vëllezër të nderuar? Sepse Allahu Azza wa Jall është i gëzuar ashtu siç i takon Allahut subhanahu wa taala me këtë muaj kur i sheh robrit e tij sa ata zgjohen në orët e vona të syfirit, e han syfirin, e bëjnë nijet, agjerojnë dhe vinë në xhami për ta madhruar Allahun Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala nga gëzimi duke i pa robrit e tij i hap dyert e xhenetit, 8 dyert e xhenetit dhe nuk mbyll asnjë derë. Pastaj tha wa tughlaqu abwabul jahim, dhe mbyllen dyert e xhehenemit, felem yuftah lahu al-bab,
mbyllën këtë dyrët e xhehenemit dhe nuk hapët asnjë derë nga derët e xhehenemit. Dhe tha, wa tusafadu shayatin, dhe prangosën lidhen me zinxhir djajt. Fihi lejletun khairun min alfi shahr, dhe është një natë e cila është më me vlerë se sa 1000 muaj. Dhe thot një thënës, ja baghi al khairi aqbil, o ti bëmirës, o ti që e don mirësin, o ti që e don bëmirësin, o ti që don të bësh vepra dhe punë të mira, aqbil, afrohu. Afrohu të punë të mira, afrohu të agjerimi, afrohu të namazi, afrohu të taravia, afrohu të leximi Kur'anit, afrohu të sadakaja, afrohu të duaja, afrohu në punë e mira. Ja baghi sharri aqsir, o ti që don me bo sherr, o ti që don me bo të keqe, aqsir, ndalu, se nuk është koha me bo punë të këqija, është koha për të pendu, është koha për të Allahun të madhru, është koha për të ngrit në gradat larta të xhenetit dhe për t'i falë gjunahët dhe për t'u shpërblimet e pakufishme. Walillahi utaqa'u minan nar, dhe se Allahu azza wa jall për çdo natë nga mirësia e madhe amneston njerëzin nga zjarmi i xhehenemit. Në hadithët, wa tusaffadu shayatin, prangosën djajt. Mirë po, shohim se dhe në Ramazan ka njerëz që kanë vezvese prej shejtanëve dhe xhinëve. Dhe ka njëherë i dekoncentron, i shef edhe në rrugë duke u nervozu dhe ka klipe që po shohim dhe duke u rahur njëri tjetri. A thua vallë, a jam prangosur djajt apo nuk jam prangosur djajt? Në për hadithe dhe argumente janë prangos komandantat, janë prangos generalat e shejtanëve dhe maradatul gjin, dhe disa prej gjinve rebela, keqbërsa, si kur që është në hadith, i dhe kanë e awwalu jomin min Ramadan, nëse hine para dit e Ramazanit, tu safedu shayatin wa maradatul gjin, prangosën djajt edhe ata gjin të rebeluar. Do të thot, si pas këti hadithit, prangosën ata kryesor, krye komandantat, mirë po ka ushtri e cila ende vëzhgon dhe është në mesin e njerëzve, mirë po nuk e ka ndoshta fuqien, sikur se jashtë Ramazanit, se ata kryesorët janë të prangosur, mirë po ka prej ushtarëve që ende mundojnë me provoku besimtarën në Ramazan me dal kontrollit. Dhe këtë e vërteton hadithi tjetër, hadithi Safijës radiallahu anha, ku thot e vizitoj pejgamberin alayhi salatu wassalam në 10 netët e fundit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam bante itikaf në xhami, dhe siç e dini dhe keni ndëgjuar në përligjëratat, se shtëpiat e grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin të ngjitur rreth xhamisë, nuk i kishte jashtë, i kishte rreth xhamisë. Dhe kur ajo dashi që të kthehet në shtëpinë e saj, e shërçroi pejgamberi alayhi salatu wassalam deri te dera. Ishte natë. Në atë moment kaluan 2 persona, 2 sahabe, 2 persona të ensarve. Dhe i dhan selam pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi Allahut ju tha, ala rislikuma, ndaluni pak. Tha innaha Safia, që kjo grua që po e shifim me mu natën duke hinë në shtëpi, kjo është gruaja ime Safia. I thanë ata 2 sahabët, subhanallah, ja Rasulullah, të time me pas dyshime, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna shejtane yajrib në Adem me gjradem, shejtani qarkullon në për gjakun e njeriut ashtu si qarkullon gjaku. Dhe këtu e vërtetoi pejgamberi alayhi salatu wassalam se 10 netët e fundit në natë ata e takuan dhe tha, mos t'ju bën juve cytje dhe vezvese shejtani.
E disa të tjerë kanë thonë se njeriu kur agjeron ditën, i dobësohet shëndeti, i mbyllën dhe i shtrëngohen apo i ngushtohen venët e gjakut dhe nuk qarkullon shejtanin vezvese ashtu si qarkullon jashtë Ramazanit. Dhe tha në fund pejgamberi alayhi salatu wassalam tha walillahi utaqa'u minan nar. Dhe Allahu azza wa jall nga mëshira e madhe këtij muajit për çdo nat liron nga zjarmi i xhehenemit. Me kokat tona, me mendjen ton, i liron 2 veta, 3 veta, 5 veta. E keni pa kur bota investimi vjetor i presidentit, ku diçka me politik, me të njohshëm me njerëz, i shlon një 3 veta, 4 veta, 5 veta, kena bo, do më thonë, një farë lehtësimi. Por Allahu azza wa jall nuk ka numër caktuar, liron rob pa hesab, pa i njeh. Po, pse nuk ka të Allahu azza wa jall numër caktuar? Walillahi utaqa. Të Allahu ka që amneston nga zjarmi i xhehenemit. E mund me thonë dukush, mirë boç, po e përmend shumë me amnestu nga zjarmi i xhehenemit. Çka do me thonë? Çka do me thonë? Nëse ti e besimtar dhe ti për me hinë xhenet i ki disa gjunahe për mu i la të gjunahet. Dhe për mi la të gjunahet dush mi la në xhehenem nëse s'ke bo pendim këtë dunjo, e paramendoje pejgamberi alayhi salatu wassalam po na tregon se njeriu që do ta ketë dënimin më të thjesht, dënimin më të vogël në xhehenem, do t'i vesh nallët e tij nga zjarri, do t'i vlon truri. Do t'i vlon truri sikur ajo kosia që vendohet në zjarr dhe vlon ujë. E thot, ky e mendon kur e sheh vetin dënimin e tij, mendon se ky dënim që është duke përjetuar, ki është dënimi më i rëndë. Mirë po ki dënimi është më i lehtë. E Allahu azza wa jall ja jep shansën nga mëshira e madhe, nga rahmeti i madh në këtë muaj që t'ja fal gjunahet. Për ata tha, men sama Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që agjeron muajin e Ramazanit me bindje që është obligim dhe shpreson në shpërblimin e ditën e Kiametit, do t'i falen krejt gjunahet e kalume. Pastaj tha, salavatul khams, 5 kote namazit, wal gjumatu il gjuma, prej në gjuma deri në gjumon tjetër, wal ramadanu ila ramadan, prej në Ramazan deri në Ramazanin tjetër, mukeffiratun lima bejnehunne, mes tyre janë vepra që i shlin gjunahet. Shafa në fund, i dhe qëteni bel kebair, nëse largohesh gjunahëve të mdoja. E nëse ka bo njëri gjunahet të madhe, çka bo prej mëkateve të mdoja? Mëkatet e vogla e hetove ti, nuk e hetove ti, me 5 kote namazit, me prezencën gjuma, me agjerimin e muajin e Ramazanit, i fal ke gjunahet e vogla vetëm se gjunahet e mdoja. Mirë po, nëse ti e përmend gjunahin, thua Allah, ma fal filan gjunahin. Ç'kjo është kushti, dallimi mes gjunahit vogël dhe gjunahit madh? Gjunahi madh duhet përmendet me emën vetëm ti me Allahun, jo me personin, jo me hoxhën, jo me vlijajën, jo me axhibabën. Vetëm ti me Allahun i ngrit dur, thua Allah, çat gjunah që e kumbon filan gjunahin, o Allah ma fal, momentin që thua o Allah ma fal, Allahu azza wa jall ta fal. E shfrytëzon muajin e Ramazanit ku Allahu azza wa jall është i gëzuar dhe i ka hap dyert e xhenetit, i ka mbyll dyert e xhenemit, që pendusit pendohet ta fal dhe ta amneston nga zjarmi i xhenemit dhe ta regjistron në regjistrin e banorëve të xhenetit. Pastaj çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Kur'ani dhe agjerimi Ramazani do të ndjermetsojnë për personin në ditën e Kiametit dhe do të futin xhenetin e Allahut. Do të thot agjerimi, o Zot, e privova nga ushqimi, e privova nga kënaqësitë e ditës, o Zot, më bën mua ndërmjetësues, ndërmjetësoj për këtë besimtarin çka ka agjeruar dhe thot do të ndërmjetësoje për ta fut në xhenetin e Allahut. Apo e shihni çfarë mirësitë mdoja ka? Apo e shihni çfarë muj begatshëm? Apo e shihni se Allahu azza wa jall çfarë mëshire të madhe ka? E shfrytëzoni vëllezër të nderuar që ta përfitojnë rrezikun, kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Ta
fitojmë shpërblimin e madh tek Allahu Azza wa Jall, të përvelim krahët, të bëjmë adhurime së më tepër, të bëjmë lutje dua së më tepër, të japim sadaka së më tepër, ta lirojmë zemrën tonë nga çdo gjë që na privon për të na afruar te Allahu dhe për ta përfituar devotshmërinë tek Allahu Azza wa Jall. Elusum Allahun subhanahu wa taala, Allahu të na jep devotshmërinë në zemrat tona, na i ndriçon atë me iman, na i ndriçon atë me Kur'an, na i ndriçon atë me vepra të mira dhe kjo dritë na bën dritë dhe dritën në ditën e Kiametit që s'ka dritë tjetër përpos dritës e imanit dhe dritës së veprave të mira. Allahumma amin.